E qartë. Ndërkohë, unë do doja të dija prej teje për të gjithë ata që e kanë fatkeqësisht këtë sëmundje ose le të themi që janë diagnostikuar me një sëmundje të tillë, sa janë shpresat tashmë në botë për realizimin e një kure? Sa afër mund të jetë shkenca për momentin në realizimin e një kure efektive që në mos ta azgjesoj, por le të themi ta zvogloj atë shkallën e vdekshmërisë. Ta lërë të bashkëtoj. Kam parë që ka shumë trial clinics që janë akoma në fazë eksperimentale, kështu që shpresojmë të jemi afër, nuk mund të them më shumë. E qartë. Por rastet janë të shumta, kam përshtypjen, apo jo? Pra ka raste të shumta dhe të shtuara me kalimin e kohës. Pse ndodh që të zbulohet në shkallën le themi një shkallë shumë të avancuar kanceri i pankreasit? Çfarë është problemi kryesor që e shkakton? Nuk ka asnjë simptom. Okej. Edhe shfaqet në mosha më të mëdha, kështu që cilat janë moshat kryesisht janë më të rrezikuara për të prekur? Shfaqet nga mosha 50 e sipër, por nuk do të thotë që në moshat e reja nuk ka raste. Në djenin tënde ka ndonjë rast për shembull që ka qenë moshë e re që është rast shokues edhe për ty vetë si studiuese që je duke u marrë tani intensivisht edhe i ke ndjekur shumë prej tyre? Për momentin, sepse unë punoj edhe me krijimin e mini organeve për të testuar kimioterapin. Për momentin, ne nuk do të kemi informacion mbi pacientët që marrin biopsin, kështu që nuk është një rast me pacientin. Tani, her pas herë të paktën për të gjithë ata që mund të kenë një problematikë sa i përket shëndetit, kryesisht e shohin që kur bëhen studime të tilla janë lajme të mira për ta. Ajo çfarë mund të themi, ndoshta e di që nuk mund na japësh edhe shumë detaje, po a është një farë nxitje shpresë ajo çfarë po bëni ju edhe ndoshta edhe për atë stabilizimin atë që po thoshte pak më parë re, e dim që në detaje nuk ndalesh dot se janë një pjesë e studimit edhe ka ende më shumë gjëra për të bërë, po a është një dritë jeshile? Po, studimi është akoma në fazat e para, pjesa e dytë e studimit. Po synojmë të bllokojmë të dyja edhe molekullën që kemi zbuluar ne, edhe mutacionet që ndodhin për të parë në qoftë se arrim ta bëjmë në një gjendje më të fjetër. E qartë, ndërkohë Erisa, unë do doja të dija që tashmë ky studim do jetë i aksesueshëm për të gjitha vendet apo fillimisht do të jetë lokalisht vetëm për Italinë në momentin e fazës së tij, jo thjesht zhvillimore, por edhe në fazën më vonë që mund të fillojnë dhe testet mbase? Në qoftë se atëherë shumë herë për të folur për kalimin në pacient. Po. Por besoj fillimisht në Itali edhe gjithandej. E qartë. Doja të ndalesha pak më shumë edhe tek aspekti personal edhe i Erisës, se për ne është kënaqësi shumë e madhe që një shqiptare të arrijë dhe të jetë pjesë e këtij studimi, se më bëri përshtypje që në fillim tha, jam bërë lajme këtu, po më kanë konsideruar si italiane. Ti për sa kohësh je në Itali edhe që po lufton kaq shumë për të shtruar rrugën tënde ashtu siç duhet? Atëherë unë jam, ky është viti 8. Kam filluar duke bërë master, jam zhvendosur nga Tirana ku kam bërë bachelorin bioteknologji, kam bërë masterin, direkt doktoraturën, edhe pas doktoraturës kam vazhduar kërkimin shkencor. Fantastike. Që 8 vite gjithsej. Pra ishte një dëshirë jotja, Erisa, për të zhvilluar veten akoma më shumë në momentin që ke ikur nga Tirana, sepse tashmë le të themi formimin tënd profesional fillimisht bazik e ke marrë në Tiranë, apo jo, dhe më pas ke dashur të zhvillohesh, si e ke ndjerë përgatitjen krahasimore me Tiranën edhe me Italinë? Kur e kam bërë bachelorin në Tiranë, ka qenë shumë ndryshe pastaj nga pjesa e masterit që kam bërë këtu. Këtu ka qenë komplet pjesa biomjekësore, pacient, sepse varet dhe nga drejtimi që zgjedh. Unë kam zgjedhur bioteknologji mjekësore. Po. Ato vështirësitë që ke pasur ti në momentin që ke shkuar atje, nuk e di nëse kanë ndikuar edhe fakti që ishe shqiptare dhe formimin fillestare ke pasur këtej. Atëherë pjesa më e vështirë ka qenë pjesa e gjuhës, sepse thjesht e kuptoja, nuk arrija ta flisja, ndërkohë këtu flisni vetëm italisht, pjesa më e madhe e anglisht.
Po, për pjesën e formimit jo, sepse fillova zero nga zero. Faleminderit shumë Erisa, ishte kënaqësi edhe ne në raste të tilla pa diskutim që jemi shumë krenarë për shqiptarët që na përfaqësojnë më së miri në të gjitha fushat e ndryshme. Edhe mjekësia. Edhe faleminderit shumë që ishe me ne sot edhe shpresojmë shumë që të ketë një dritë jeshile për zbulime dhe studime të tilla. Faleminderit. Ditë të mbar. Shumë faleminderit. Mirupafshim.